Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Bismil, laj, me emrin e Allahut do me thënë, filloj leximin e Kur'an, it me përmendjen dhe përkujtimin e të gjithë emrave të Allahut duke shpresuar begatitë dhe mirësitë e shumta që t'i sjell ky përkujtim. Themi të gjithë emrat e Allahut, sepse fjala emëris, edhe pse është në numrin njerëz, duke qenë se bën pjesë në kategorinë gramatikore pronar, sipas rregullave gjuhësore të arabishtes, ajo i përfshin të gjithë emrat e Allahut. Pra, grupi emëror me emrin e Allahut në arabisht do të thotë me të gjithë emrat e Allahut. Allahu është i adhuruari. Ai është i vetmi që meriton të veçohet duke adhuruar. Ai është unik në meritën e adhurimit, për shkak të cilësive hyjnore me të cilat ai përshkruhet, cilësi këto që tregojnë se ai është absolute, madhështor në çdo aspekt. Rahmanir Rahim. Të mëshirshmit, mëshiruesit, këta janë dy emra që tregojnë se Allahu i lartësuar është zotruesi mëshirës së gjerë, të madhe, e cila ka përfshirë çdo krijesë. Në fakt, mëshira, në formën e saj të plotë, është bërë vetëm për të devotshmit dhe pasuesit e dinit të dërguarve dhe profetëve të tij. Vetëm këta do të i përfshijë mëshira e tij absolute, kurse të tjerët do të shijojnë vetëm një pjesë të saj. Mësoje se ndër rregullat themelore, me pajtueshmëri mes dietarëve të parë selef dhe imamëve të drejtë, është besimi i drejtë në fushën e emrave dhe të cilësive të Allahut të lartësuar, si dhe të dispozitave që lidhen me ata. Kështu, në rastin tonë, ne duhet të besojmë që Allahu i lartësuar është i gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplotë Rahmanu Rahim, duhet të besojmë se ai është zotëruesi i kësaj mëshire, me të cilën është emërtuar dhe cilësuar, pra, nuk janë emra pa kuptim, dhe që kjo mëshirë legjum dhe është ndikuese tek të tjerët. Të gjitha mirësitë, pa përjashtim, janë rezultate të mëshirës së tij. Në këtë mënyrë besohet, pra, për të gjithë emrat dhe cilësitë e Allahut të madhruar. Kështu, për shembull, të njëjtën gjë themi për emrin Alim i ditur 1. Ai është i ditur i absolut 2. Ai zotëron di absolute, pra, nuk është thjesht një emër pa domethënie. 3. Ai di gjithçka për çdo gjë. Ose për emrin Kadir i plotfuqishëm, themi 1. Ai është i plotfuqishmi. 2. Ai zotëron pushtetin për të bërë gjithçka. 3. Me këtë pushtet, ai ndikon dhe arrin gjithçka që dëshiron. Çdo lavdërim i përket Allahut Perëndis, Zotit të gjithësisë. Elhamdulillah, ai, të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut. Elhamdu është lavdërimi që i takon Allahut të lartësuar, për shkak të cilësive absolute dhe veprave të tij të mrekullueshme, të cilat karakterizohen dhe e kanë pikënisjen nga drejtësia dhe bamirësia e tij. Pra, vetëm atij i takon lavdia e plot në të gjitha këndvështrimet. Pra, bil alemin, Zotit të botëve, do me thënë, ai është kujdestari Rab, që kujdeset për të gjitha botët alemine, fillimisht duke i krijuar vetë ato, pastaj duke u krijuar atyre të gjitha kushtet e nevojshme për ekzistencën e tyre. Ai përkujdeset duke i furnizuar ato me mirësitë e mëdha, të cilat, nëse nuk do të ishin, këto botë nuk do të mund të ekzistonin fillimisht apo të vazhdonin ekzistencën pas krijimit. Nuk ka asnjë mirësi që burimin të mos e ketë prej Allahut. Përkujdesja e Allahut të lavdëruar për krijesat e tij është dy llojesh 1. Përkujdesja e përgjithshme. 2. Përkujdesja e posaçme. Përkujdesja e përgjithshme konsiston në krijimin e qenieve dhe të furnizimit të tyre, si edhe në udhëzimin e tyre tek ato gjëra të dobishme, nëpërmjet të cilave rregullohet vazhdimësia e tyre në këtë jetë. Ndërsa përkujdesja e posaçme e Allahut, sikurse e ka dhe emrin, është specifike vetëm për të zgjelluarit dhe për të dashurit të tij. Ai përkujdeset që t'i edukoj dhe t'i brumos ata me iman besem, u jep sukses që të arrin imanin dhe gjithmonë synon që t'u përsosat. Allahu përkujdeset, gjithashtu, që nga herë të mbajë larg çdo gjë që qëndron si pengesë mes këtyre njerëzve dhe imanit. Me fjalë të tjera, kjo është përkujdesja që synon suksesin e arritjen e çdo të mire dhe në largimin nga çdo e keqe. Ndoshta është pikërisht kjo arsyeja e fshehtë që shumica e lutjeve të profetëve drejtuar Allahut të lartësuar është bërë duke përmendur emrin e tij Rab, sepse të gjitha kërkesat e tyre kanë të bëjnë me përkujdesin e tij të posaçme. Nga sa u tha më sipër, kuptohet që fjala e Allahut Rabbil Alamin, Zoti i botëve, vërteton faktin që Allahu i lartësuar është unik e absolut në aspektin e krijimit, administrimit dhe bamirësisë ndaj krijesave të tij. Ai është unik e absolut në panevojshmërinë e tij ndaj të tjerëve, ndërkohë që të tjerët janë pafundësisht të varfër dhe nevojtar për mëshirën e tij në çdo aspekt të këndvështrim. Mëshirues dhe përdlimtar i madh. Malik i Yawmid Din, sunduesit Allahu quhet e Malik sundues, mbret, sepse ai sundon mbretërën. Kjo cilësi jep të drejtën atij për të urdhëruar dhe për të ndaluar, për të shpërblyer dhe për të ndëshkuar, për të vepruar mbi të nështruarit, mbi mbretërinë dhe pasurinë e tij, në të gjitha aspektet dhe përmasat që i lejon mbretërimi dhe pushteti i tij absolut. Sunduesit e ditës së gjykimit, me këtë fjalë,
Allahu i madhëruar tregon pushtetin, sondimin dhe mbretërimin e tij në ditën e gjykimit, e cila është edhe dita e Kiametit. Kjo është dita kur njerëzit do të shpërblehen sipas veprave që do të paraqesin në dynja, të mira apo të keqia qofshin. Ai e përmend pushtetin e tij në ditën e gjykimit, sepse atë ditë, pushteti, mbretërimi dhe sondimi i Allahut do t'u shfaqet krijesave i këthjellit dhe i pastër. Atë ditë, ato do ta shohin të plot dhe të këthjellit mbretërimin, por edhe drejtsinë e urtësinë e krijuesit. Atë ditë do të zhduket çdo lloj pushteti e mbretërimi nga duart e krijesave dhe i gjithë pushteti do të jetë në dorë të krijuesit, ndonse kështu ka qenë gjithmonë. Ai ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë sunduesi dhe mbretëruesi i ditës së gjykimit dhe i të gjitha ditëve të tjera. Atë ditë, përpara tij do të jenë të barabartë mbretërit dhe ata poshtë tyre, sklavërit dhe të lirët. Të gjithë do të jenë të përulur e të nënshtruar ndaj madhështisë së tij, si ulur para krenarisë së tij. Të gjithë do të jenë në pritje të gjykimit të Allahut, duke shpresuar shpërblimin e tij dhe të friksuar, njëkohësisht, nga ndëshkimi i tij. Sunduesit e ditës së gjykimit. U tefsiru sure El Fatiha ajet 3. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti ndihmë kërkojmë, pra, ti kushtojmë vetëm ty adhurimet tona dhe të drejtohemi vetëm ty për ndihmë, mbështetje dhe mbrojtje. Kjo kuptohet kështu, sepse në fjalin ty të adhurojmë dhe tek ti ndihmë kërkojmë, përrem aty dhe ti jam vendosur përpara foljes kallëzuesit, mënyrë e cila e vëtheksin tek përemri, duke i dhënë fjalisë këtë kuptim, ty të adhurojmë barabartë vetëm ty të adhurojmë tek ti ndihmë kërkojmë barabartë vetëm tek ti e kërkojmë ndihmën dhe mbështetjen. Pra, vetëm ty o Allahu të adhurojmë dhe asnjë tjetër veç teje dhe mbështetjen e ndihmën e kërkojmë veç tek ti e tek askush tjetër. Në këtë ajet, adhurimi renditet përpara mbështetjes dhe kërkimit të ndihmës, edhe pse mbështetja dhe kërkimi i ndihmës janë adhurime në vetvete. Domethënë, është përmendur përfshirësi i të gjitha adhurimeve përpara atyre që janë me vetë adhurime të veçanta. Kjo është bërë për t'i dhënë përparësi të drejtës së Allahut adhurimit, kundrejt të drejtës së robit mbështetjes dhe kërkimit të ndihmës nga Allahu i madhruar dhe bujar. El ibadeh adhurimi, ibadeti është një temë përfshirës i të gjitha atyre veprave dhe fjalëve të dukshme apo të padukshme, të cilat Allahu i do dhe është i kënaqur me to. Ndërsa istiane, janë mbështetja ose kërkimi i ndihmës në kupton kërkimin e ndihmës prej Allahut për të arritur çdo të mirë dhe për të ruajtur nga çdo e keqe, duke qenë plotësisht i bindur dhe i qetë që kjo ndihmë do të jepet. Adhurimi kushtuar Allahut dhe kërkimi i ndihmës prej tij janë dy kushtet që sigurojnë lumturinë e përjetshme dhe sigurinë nga çdo e keqe. Nuk ka asnjë mundësi shpëtimi pa plotësuar këto dy kushte. Asgjë nuk mund të quhet ibadet nëse nuk plotëson dy kushte, 1. Të synohet me të kënaqësia e Allahut. 2. Të jetë argumentuar nga tradita e profetit A.S. Në renditjen e istiane, se pra kërkimit të ndihmës pas ibadetit, qëndron një fshet tjetër, adhuruesi, në adhurimet e tij, gjithmonë ka nevojë për ndihmën e atij të cilin e adhuron, sepse nëse Allahu nuk e ndihmon, robi nuk do të ketë kur mundësi të vazhdojë adhurimin e Allahut, duke zbatuar urdhra dhe duke iu larguar ndalesave. Pastaj i madhruari thotë: O Zona në rrugë të drejtë. Ihdinas siratal mustekim, na udhëzo në rrugën e drejtë, domethënë, na i tregu, na udhëzo dhe na jep sukses për të vazhduar në rrugën e drejtë, në rrugën e qartë, që të çon tek Allahu i lartësuar dhe te xhenitet e tij. Në këtë mënyrë, ne kërkojmë udhëzimin dhe suksesin prej Allahut të madhruar për dy gjëra, së pari, për njohjen e së vërtetës dhe, së dyti, për të punuar sipas kësaj të vërtetë. Ne kërkojmë prej Allahut udhëzimin e rrugën e drejtë dhe vijimin në këtë rrugë. Me fjalë të tjera, kërkesa bëhet fillimisht për të hyrë në rrugën e drejtë dhe pastaj për të qenë i vazhdueshëm e i qëndrueshëm në këtë rrugë. Udhëzimi për të hyrë në rrugën e drejtë është udhëzimi për të kuptuar dhe pranuar Islamin dhe për të braktisur çdo fe tjetër. Ndërsa vijimi në këtë rrugë nënkupton suksesin për të njohur mësitë e kësaj feje, si edhe veprimin sipas dispozitave të saj. Kjo lutje është një ndër me gjithëpërfshirëse dhe me të dobishmet për robin, prandaj, për shkak edhe të nevojës së tij të madhe në këtë aspekt, u bëhet detyrueshme që ai të lutet me fjalët e saj në çdo rekat namazit që e fal për Allah. Kjo rrugë e drejtë tregohet me poshtë, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në rrugën e atyre që kanë shkaktuar pezmin tënd, as në rrugën e atyre që janë të humbur. Në rrugën e atyre të cilët i begatove, kjo është pikërisht rruga e profetëve, e të sinqertëve sidikin, dëshmorëve dhe të mirëve salihin. Jo në rrugën e atyre që merituan zemërimin, pra rruga e drejtë nuk është ajo që ndoqën të mallkuarit dhe ata që merituan zemërimin e Allahut, të cilët e njohën të vërtetën dhe me pas e braktisën atë nuk punuan sipas saj. Ata që vepruan kështu ishin qifutët dhe të ngjashmit me ta. Dhe as në rrugën e të humburve, rruga e drejtë nuk është as ajo që ndoqën të humburit, ata të cilët e braktisën dhe e shpërfillën të vërtetën nga paditëria dhe përhumbja e tyre, siç ishin të krishterët dhe të ngjashmit me ta. Disa dobin nga kjo sure.
Kjo sure, edhe pse e shkurtër, ka përmbledhur mes rreshtave të saj atë që asnjë sure në Kur'an nuk e ka sjellë në këtë mënyrë. Ajo ka përmendur dhe sqaruar të trija llojet e tauhidit, që janë: 1. Tauhidi rububie ose nisimin e Zotit në veprat e posaçme të tij, për sa u përket çështjeve të krijimit, sundimit dhe përkujdesjes së tij ndaj krijesave, të cilën e kuptojmë nga fjala e Allahut të Madhëruar, Zoti i botëve Rabbil Alamin. 2. Tauhidi uluhie ose nisimi i Zotit i shprehur në adhurimet që kryen krijesat. Kjo kuptohet në ajet nga fjala e Allah, që në kuptimin e saj gjuhësor do të thotë i adhuruar, si edhe nga pjesa vetëm ty të adhurojmë. 3. Tauhidi esma u sifat ose njëshmëria e Allahut në meritimin e emrave dhe atributeve të tij absolute. Me fjalë të tjera, ky lloj tauhidi konsiston në pohimin apo pranimin e faktit që Allahu i lartësuar është i emërtuar me emrat më të bukur dhe është i cilësuar me atributet më absolute, të cilat ai ka pohuar për vetveten dhe të cilat i ka deklaruar për te profetja së i tij. Ky pohim bëhet ashtu siç është, larg çdo keq interpretimi dhe pa u përpjekur të mohohet ndonjë prej këtyre emrave apo cilësive të tij. Me qartë, ai bëhet duke u larguar nga mohimi i plot i cilësive të atij, ose nga krahasimi i tyre me cilësitë e krijesave të mbjell, ose nga përngjasimi, parafrimi apo shëmbëllimi me diçka tjetër të shpi. Për këtë, sikurse edhe u përmend, tregon fjala han dhe kuptimet e saj. Gjithashtu, kjo sure dëshmon për vërtetësinë e institucionit të profetësisë, gjë të cilën e kuptojmë nga pjesa, na udhëzon në rrugën e drejtë, sepse udhëzimi në rrugën e drejtë nuk mund të arrihet pa ekzistencën e profetëve, pa të zgjelluarit e Zotit dhe pa shpalljet hyjnore. Kjo sure flet edhe për shpërblimin e llogarinë që i pret krijesat për veprat që kanë kryer. Ky kuptim merret nga fjala e Allahut të Madhëruar, Maliki Yawmiddin, sunduesit e ditës së gjykimit. Kjo llogari e asaj dite do të jetë me drejtësi, sepse fjala din do të thotë shpërblim me drejtësi. Surja tregon binqëm besimin e drejtë në fushën e kaderit për caktimit të Allahut, duke pohuar faktin që robi është i lirë të veprojë, ndryshe nga çka thon grupet e humbura, të ashtu quajtura xhebri apo kaderie, të cilët ose zhveshin robin nga çdo lloj përgjegjësie dhe mundësie veprimi, ose japin atij pavarësi, mundësi dhe fushë veprimi absolute, të pavarur prej dëshirës dhe vullnetit suprem të Allahut të Madhëruar. Në këtë sure kundërshtohen të gjitha grupet e humbura, gjë që shfaqet në pjesën na udhëzon në rrugën e drejtë. Rruga e drejtë në kupton dy shtylla parimore, njohjen e së vërtetës dhe punën sipas kësaj të vërtete, dhe dihet se çdo grup i humbur është i tillë, sepse ka neglizhuar njërin prej këtyre dy shtyllave të rëndësishme. Kjo sure nxet gjithashtu edhe sinqeritetin e adhurimit ndaj Allahut dhe në kërkimin e ndihmës së të mbështetjes vetëm prej tij. Kjo kuptohet nga fragmenti, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti ndihmë kërkojmë.